Kryetari i Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonait Myzyri, u paraqit këtë të hënë në mëngjes në prokurinë e posaçme ku qëndroi për më shumë se 2 orë. Ende në fakt nuk është sqaruar arsyeja e thirrjes së Myzyrit nga prokurorët, ndërsa ai ka refuzuar të flasë për mediat kur është pyetur mbi këtë çështje. Myzyri mban postin e kryetarit të KPP-s prej vitit 2020. Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrativ për çështjet e prokurimeve, i cili shqyrton ankesat lidhur me procedurat e prokurimit publik, koncesionet, ankantet publike dhe procedurat për dhënien e lejeve minerare. Ndërkohë, Partia Demokratike ka akuzuar zëvendës kryeministren Belinda Balluku se po përpiqet të imponojë zgjedhjen e Myzeirit në krye të Komisionit të Prokurimeve Publike për një mandat tjetër. Këto akuza janë rritur pas disa përplasjeve politike mbi transparencën dhe menaxhimin e tenderave të mëdhenj të qeverisë. Partia Demokratike ka theksuar se do të monitorojë me kujdes procesin e rizgjedhjes për të siguruar se çdo vendim të merret në përputhje me ligjin dhe me standardet e integritetit.